Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pasi u bëra nën, aktoreja e njohur turke trondit me rrëfimin emocional. Aktoreja e njohur turke Neslihan Atagul ka ndarë me publikun një moment tepër të ndjeshëm nga jeta e saj familjare. Në një intervistë ekskluzive, ajo ka treguar për emocionet e para që ka përjetuar bashkëshorti i saj, Kadir Doglu, në çastin kur mori për herë të parë në krah djalin e tyre Aziz. Kur Kadir e mori për herë të parë Azizin në krah, filloi të qeshte me gjithë shpirt. Ishte një moment i paharrueshëm për të dy. Ka rrëfyer me emocion aktoria e njohur për rolet e saj në serialet si Fatih apo Kara Sevda. Neslihan, e cila prej vitesh konsiderohet një ndër aktoret më të dashurat e ekranit turk, ka folur gjithashtu për jetën e re si nën dhe për lidhjen e veçantë që çifti ka krijuar me vogëlushin e tyre. E pyetur nëse ajo dhe Kadir mendojnë të zgjerojnë familjen, Neslihani u përgjigj me sinqeritet. Azizi është vetëm 7 muajsh, le ta risim pak, pastaj të shohim. Fotot e publikuara të çiftit me djalin e tyre kanë prekur fansat anë mban botës, të cilët i kanë përgëzuar për dashurinë dhe thjeshtësinë që përcjellin në çdo paraqitje publike.